Votimi me entuziazëm 100%. Me unanim. 37 antarë të Partisë Socialiste që i kishte organizuar. Me zero. Me zero kundërshtime. 37 pro dhe zero kundër. Sjerë një gjë që kur unë kam marrë organizatën nga viti 1995, kishte 14 antarë. 14 antarë. Dhe gjithë ishin trashëgimi nga Partia e Punës. Të gjithë antarë, gjithë komunistë. Dhe kur është pranuar Rama, ishin 37 antarë, dhe nga këta kishin ngjerë vetëm 12 të vjetër. Dhe mua, kur jam pranuar, më thoshin kemi zgjedhë këtë djalin. Këtë djalin? Këtë djalin, sepse ata ishin... Sa vjeç ishit ju kur ishe? Unë ishe 50 vjeç, ata ishin 60-70. Kurse kur e kam lënë organizatën, më mirë kur është pranuar zoti Rama, mua më thoshin kemi kryetar Xhaxhi Kismetin. Xhaxhi Kismetin. Sepse altarësia ishte kriteri. O, sa burka. Sot sa vjeç jeni? Sot jem 77. Të bësh 100. Faleminderit. Tani, u pranua Rama, ç'a të tha? Në kafe u bë mohabeti më shumë pas pranimit. Mbas asaj shkoj në kafe. Shkum në kafe. Kush e pagoi kafet? A që u pranon parti? Të gjithë dha kafe? Po, të gjithë. Ju qerasi? Po, me kafe, netëm rreth një orë, bile zjati më shumë kafja se sa mbledhja organizatës. Po mbledhja sa zjati? Zjati gjysmore. Gjysmore, po si e prezantove? Ti mbajte fjalimin në mbledhje? Po, kishte një formular atëre. Kishte një formular, po? Ka bërë kërkesë zoti Rama për të pranuar parti, po? Është një njëri se është kryetari i bashkisë, se gjithat kishin marrë pjesë fushat, 100% antarët e organizatës kishin marrë pjesë fushat, dhe nuk pati probleme, më shumë dorë trokitje dhe ngritje në këmbë. Entuziazëm. Tani një gjë nuk kuptova unë. Pse nuk e doni Ramën, sepse ai mendonte që unë do futem në PS dhe se do garonte për kryetarin. Tani unë do ta ndaj në dy pjesë këtë. Po, më sqaro. Antarësia e thjesht e ka mirëpritur Ramën krah hapur. Edhe mbasi u është pranuar, ata që mjinin në Tiranë, po pse? Me përqafonin që është bërë një punë e mrekullueshme që Edi Rama është futur në Partinë Socialiste. Po pse? Po kishte ndonjë nga këta strukturat, që si me shaka, po si shtemin e shaka e gjysmë të vërtetës, ç'na e bëre peshqesh. Ta thoshin këtë. Ka pas. Tani këtu do të them diçka unë ty. Partia Socialiste asaj kohe kuptoi njerëz serioz, njerëz me ca rregulla. Tani Edi Rama kokën e ruante zero, me çorapet kuqe, një grua le, një merë. Tani si e pranove ti në antar të Partisë Socialiste? Shiko, kishte ndryshuar shumë situata. Në 2003 nuk ishte më ajo organizatë Partia Socialiste që gjykonte këto gjëra. Ishte krejt ndryshe, u thash edhe një fillim. Ishit modernizuar dhe ju? Jo, ishte antarësia. Ishte antarësia e re. Domethënë, ishte minorancë fryma vjetër. A e di cila ishte përgjigja e disa, po themi, studiusve që bënin studime të thelluara? E pëlqenin Edi Ramën, jo për çarapet e kuqe, jo për kokën që e ruante zero dhe e qethte zero, por se ai dinte ti bënte opozit dhe opozicion Sali Berishës. A ishte kjo? Ishte plotësisht e vërtetë. Ai dinte Sali Berishës fort. Ai dinte të bënte edhe fushat, dinte edhe të fitonte zemrat e njerëzve, ashtu, por mbi gjitha ishte këmbgulës. Tani këta tregoi koha. Këta që ishin lart pse nuk e donin. Fatos Nano, ata aty pritjer i kanë tarësohur një herë te Kismet Meta. Tani unë nuk mund të them një përgjigje të saktë në këtë çështje, sepse unë nuk bëja pjesë të strukturat e larta të partisë. Ishe thjesht një kryetari i një grupi, kryetari i një organizate socialiste. Që më lote një qendër votimi dhe si thush përgjegjësia ime ishte që me bashkë me organizatën të dalë sa më mirë në zgjedhje në favor të Partisë Socialiste. Këto strukturat e larta pastaj i dinë më mirë ata që i kanë gjykuar. Tani, mbas bisedës që bëhet aty, çfarë tha në kafe? Çfarë tha Rama? Sepse ai tregoi një mirënjohje të madhe partije. Unë mirënjohjen e vlerësoj, po mirënjohje takon gjithë organizatës. Mban në një emër, do të thuash një emër aty të organizatës që do ta përmendësh sot, që ishin pro Ramës, që e mbështetën Ramën përveç ju si kryetar? Diskutuan 5-6 veta. Kush ishin ta? Guri Duka. Po. Diskutoi Jeta, një Thanas i moshuar që ka bërë diskutim Perl. Po. Ashtu megjithëse ishte
mbi 70 vjeç, por ka diskutuar si të ishte Juve çfarë tha për Ramën kur morët fjalën? U thash që zotin Rama e njihni gjithë. S'ka nevojë ta prezantoj. S'ka nevojë ta prezantoj. Po? Tashti zoti Rama më thotë 2 llafe edhe pastaj foli 2 llafe shkurt, siç flisën në rrezat. Jo në Rama nuk flet shkurt tani. Jo, atje foli shkurt. Flet shkurt atje? Atje shkurt fare. Do të ne ka pasur këtë, ka tregori kujdesshëm. Shkurt. Se tani kur merr fjalën nuk mbaron. Tani ka detyrën që të flasë dhe të mush me njerëzve. Që ke një ramis ti e paska goditur në shenjë me emrin tënd, Kismet Meta. Tani, ç'ne ky emri i veçantë Kismet, se ai thash emër biblik tha. Ka një domethënie. Po. Ne kemi ardhur nga Çemenika në Elbasan. Nga zona e në vitin 1947. Po. Në Elbasan, fëmia e parë që kam lindur kam qenë unë. Po pse Kismet? Sepse ishte fat që erdhëm në një vend më të mirë. Po. Edhe ishte fat Edhe ta punemi Kismet. Kanë ardhur me vrap për të vuar emrin që mos vijë emër tjetër. Kush e ka vënë emrin? Një kushërim. Kushërim. Kismet. Dhe sa Kismet kanë në Shqipëri? Po, unë nuk njoh të tjerë. Rrezik jeni i vetë. Unë nuk njoh. Emër biblik tha Rama. Duhet të ketë. Po Meta, se mos ke gjë në Ilir Metën. Jo, jam nga Çemenika, Meta është nga Skarpari. Po e di unë që është nga Skarpari, se ande janë vetë. Edhe unë e di që ande jeni. Edhe po Shqipëria do dalim të njohur, pastaj Po Shqipëria nuk është e çudi që ti je edhe ti me origjinë nga Skarpari, ë? Jo, nuk do të jem nga Skarpari. Nuk do të jesh. Do të jem më nga Veriu. Nga Veriu? Më nga Veriu sepse ka shumë mbiemra Joni. Tani, mbaroi e pranove Ramën. Çfarë ndodhi pastaj? Ai bëri jetë partie të organizata jote? Bëri jetë partie si gjithë tjerët. Si gjithë tjerët. Kjo na ka bërë shumë përshtypje. Në atë kohë diskutohej shumë. Që sa zgjidhen në forumet e larta të partisë dhe nuk dinë në cilën organizatë janë pranuar. Diskutohej. Nëse ti ke pasur rregull. Rregull ishte detyruar. Edhe ndjeja për ta zbatuar. Bravo. Çfarë profesioni keni? Agronom dhe ekonomist. Agronom dhe ekonomist, po. Po në atë kohë ju ishin në pension kur e pranuat Edi Ramën. Jo, ishte 50 vjeç, ishte 50 vjeç atë ditë. Atë ditë. Atë ditë do të ishin në punë. Jo, ishte në punë private. Ishin në punë private, jo shtet. Punoja në një firmë. Po pse s'kishte dhënë Partia Socialiste në punë shtetë? Po gjithë s'rregullohen dot. Nuk çfarë kryetari pas ka qenë ti tip në vërtet pas ka pasur drejt Rama. Dhe ju kishit një aktivitet privat? Jo, ishi i punësuar në një firmë private. Tani, jeta e zotit Rama në organizatën tënde, çfarë sillej miraj të dëgjonte apo përgjithsisht nuk ka diskutuar në organizatë. Dëgjonte. Po vinte mbledhje? Ne i bënim rrallë mbledhje, nuk bënim mbledhje si dikur, muj, ihen 3 muaj, me rast fushatash. Po, që fushat, sigurisht. Si thush, partia po kthehej në parti elektorale, jo në atë partinë me rregulla strikt, të mblidhemi për muaj, të bëjmë diskutime kështu, rrallë mblidheshim, po në ato mbledhje vinte. Tani ai vuri kandidaturën për kryetar partie. Po. Çfarë ndodhi? Ishte e pritshme. Përjashtuan atje, ajo foto është unikale. Për ne ishte e pritshme. Për ne, si organizatë. Po? Ishte e pritshme që të bëj kryetari i partisë. Që të bëj kryetare? Që të bëj. Se në fillim humbi? Fillim humbi. Humbi me sukses? Po, për ne e përcollim me dhimbje, nuk e përcollim me gëzim. Çfarë thua? U mërzite? Po. Po i tha gjë Gramos Ruçit Fatostanos? Mendimin tonë e kemi shprehur. Ja ke shprehur? E kemi shprehur. Çfarë i thatë? I thamë që këtij takon. Ka drejtuar Tiranën në mënyrë të shkëlqyer, po drejton Tiranën 2003 kjo? 2003. Atëherë Begara. Po? Këto mendime i kemi shprehur. Ja ke thënë dhe shefi tuaj Musa Ulqini, se Musa ishte djalë përsimbarë. Me Musa kam respekt të veçantë dhe edhe sot e kësaj ditë i them ti je kryetari im. Po keni ku është ai? S'është as deputet as gjë, e keni lënë kështu Musa? U bë deputet 3 herë. Apo mbaroi. Musa është i ri tani? Je shumë i ri, jo. Sa vitesh? Je shumë i ri. Se ka kontributa dhe ka vlera në Partinë Socialiste. Ka vlera dhe s'ja mohon kush. S'ja ka mohuar kush. Po Rama kur kishte një gjë tha Musaj më gjeni tha. Musa bëj ca gjëra tha dhe po se e di që Musaj si kryetar partie ishte ku do ndodhur. Musaj. Njeri që fitonte zemrat e njerëzve,
Tani, Rama humbi, ç'a ndodhi pëse? Asgjë. Nuk do në i tragedie madhe. Aty ishte, do fitonte prap. Garoi në 2005. Garoi në 2005. U gëzuar kur fitoi garën dhe u zgjodh kryetar? Patjetër. E ke takuar mbas asaj kohe? Unë në 2000 mas 3 vjetësh konkurova për të punuar në bashki. Po? Në drejtorinë e kontrollit territorit. Po? Dhe fitova konkursin. Po, e takove Rama? E takova se drejtoria ku unë punoja varet drejt për drejt nga... Po ti e takove para se të garoja apo pas? Pas. A i zine gjë që kishe garuar ti? Asgjë nuk ditë që kam garuar. Dhe të takoj? Vetëm kur është bën mbledhja e drejtorisë së kontrollit territorit. Të pa aty? Më pa aty. Po? Dhe këto kanë qenë këta. Ishte... Çfarë të tha? Urime. Urime, kaq. Jo, nuk të kujtoj që shikon se ti më ke pranuar në parti? Jo, nuk bëm të tillë. Jo. Po, më pas kur u zgjodh kryeministër? Kur u zgjodh kryeministër, gjëja që më ka lënë, që e kam dhe sot si kujtim të veçantë, ishte në Vorë. Po? Kur u zgjodh kryeministër, dhe mbasi gjysmore bëj një mesazh. Po? E uroj. Suksese, jam i lumtur që u zgjodhe kryeministër. Mas 2 minutash ka marrë në telefon. A, në telefon? Në telefon. Dhe çfarë tha? Dhe më tha, mes qindra urimeve, unë veçoj urimin tënd. Urimi jot është më i sinqerti që kam marrë deri tani. Si të thrisë Rama? Gjigant. Gjigant, ë? Unë i thoshe gjigant vetëm një ka. Ti i thoshe edhe nga ana fizike. Po nga fizike, po nga ana fizike. Unë këtu i vjeti. Tani, nga 2013 ai ka marrë 3 mandate dhe i kërkon 4 mandate. Shumë kontentur, ë? Unë mendoj që është në kohë për të fituar mandatin e 4 dhe e meriton. Ju tani jeni për strukturat e partisë? Unë jam antar i Partisë Socialiste, po? Se më shkput as i ditë nga Partia Socialiste. Normal, kryetari nuk shkputet. Se më shkputur. Po, kam ndërru vend banimin dhe jam në njësi 5. Po atje je organizuar? Jo, i zgjedhur jo se tashti. Mosha. S'ka nevojë për 77 vjeçar Partia Socialiste. Ka nevojë atje të rinë, po e pyetën t'jap këshill, po se pyetën 3 urt. Tani ai kryetari i opozitës është Stefani. Ai është kryetari i madh. Po flasim kryetar të vegjël. Po, si mendon, si e ka drejtuar Partinë Socialiste Edi Rama? A ka shërbyer ajo që ju e antarësuat në Partinë Socialiste për mirë? Në perceptimin tim e ka drejtuar më mirë në të gjitha kohrat. Kush ishte më i mirë, Fatos Nano apo Edi Rama? Për mua, po Edi Rama. Këtë nuk do ta marr si shenjë servilizmi? Jo, nuk kam asnjë lloj kërkese tani për të bërë servilizmin edhe për të bërë karrierën. Po mund të kesh të fëmijët e mirë për të mbesa. Mund të kesh interesa tani. Asnjëherë nuk e kam lidhur këtë çështje me interesa. Unë personalisht. I takoj brezit tjetër, brezit i idealizmit. Asnjëherë s'e kam lidhur. Ju mendoni që e ka drejtuar mirë Partitë Socialiste? Ka flet vetë fakti që ka fituar 3 mandate. Që në kësaj partie i ka fituar. Tani nuk ose ka ecur dhe aq mirë punët kësaj qeverie dhe kësaj partie, se me një 10-20 arrestuar nga Spaku dhe personalitetet të larta, si e përcjell këtë? Ne përdojmë një llaf. Çdo dash varet nga këmbët e veta. Që do të thotë? Që do thotë secili të marrë përgjegjësinë për vete. Po u bën shumë? Le të bëhen edhe më shumë, le të bëhen, por rëndësi ka që po tregohet vendi. Po si? Kjo është e veçanta. E veçanta është që ne kemi jetuar 34 vjet në demokraci. 35, ashtu, edhe herë e parë që po shohim që politikanët vijnë para drejtësisë. Se gjithmonë politika e ka marrë në sjetull, i ka mbrojtur dhe e ka përçmuar drejtësinë, e ka goditur drejtësinë. Herë e parë që po ndodh, edhe kjo është diferencë shumë e madhe. Edi Rama ka faj për këto? Nëse e quajmë faj, në kujdes në përzgjedhje. Kujdes më i madh në përzgjedhjen e jetë. Ai ka përzgjedhur atë? Po pra. Do të di si ishte kjo? Por, se ti e përzgjedhën Edi Rama. E futën në ama s'ka marr as rast nën sjetull njëri që gabon ose akuzohet. Bile është shumë. Unë nuk paktën nuk. Ani ata Arben Ahmetaj, derisa u fut Spaku në lojë, nën sjetull mbante. Kur u fut Spaku, ai nuk hidh me fall. Se nuk e kuptonte ai? Më fal, një drejtues nuk mund të survejojë vargjet e vet.
Po një sepse drejtues nuk ka kupton se si është varësi vetë, nuk e vën zvendësin e vet. Jo. Më fal, në këtë kohë janë shumë faktorë që ndikojnë. Si prezantohesh, me shkallësinë, me zotësinë, dhe edi këto shkallësi, zotësi për drejtuari ka vlerësuar. Se çfarë fshet pastaj individi, kjo është çështje tjetër. Kështu e perceptoj unë. Ka marrë malli për Fatostanin? Patjetër ka marrë malli. Ka marrë malli. Patjetër. Patjetër. Edi Rama e vrava, tha babain tim, tha. Po edhe e ka vlerësuar. Edhe e ka vlerësuar. Ani nga fundi kur Nano si ishte më i rrezikshëm, bëri mirë sipas konceptit tim, sepse përvoja e forcës tjetër politike tregoi që kur nuk distancohesh nga ishi, po? Nuk bën asgjë. Tani Rama kërkon edhe një mandat 4. Duhet t'i japi populli edhe një mandat 4? Unë kam ide që do ja jap. Se shef ndryshimin, shef një ndryshim, nuk ka qytet dhe qytetës që nuk është transformuar në drejtimin e kryeministit Rama. I ka ikur dhe 1 milion shqiptarë, Jo. Si nuk është e vërtetë. 1 milion jo. Po sa? Kanë ikur 300.000, ju e dini më mirë se unë. Ani edhe 300 nuk janë pak. Do ikin prap. Do vinë. Është krejt normale. Ne luftuam. Sa fëmijë keni ju? 2. Një përmbesa? 2. Një nip dhe i mbes. Të gjithë këtu në Shqipëri ke? Të gjithë Shqipëri. Po pse s'ka ikur ata? Unë kam nipër e mbesa të mi, po unë kam një farefis shumë të madh në Elbasan, që s'ka ik asnjë. Që s'ka ik asnjë? Asnjë. Po ky që ka rasti veçantë? Asnjë, po unë kam dëshirë tani ta marr tërë fisin tënd ta sjell këtu në studio. Unë kam po them kaq, kam 10. Pse nuk ikin? Motra. Punojnë shumë mirë, punojnë ndërtim. Kam 5 nipër që punojnë ndërtim. Dhe dita e punës nuk u bi nga 40 euro. Nuk bie nën 40 euro. Kur komponuan në firmë ndërtimi, i pagunim me 4.000 lekë vjetra. Dhe ju mendoni që zoti Rama duhet ta marrë një mandat 4? Duhet ta marrë dhe do ta marrë. Tani ju kishit një filozofi që kur rrin ujrat në një vend, s'rrin në një vend. Rama nuk rrin në vend. Kryeministër edhe drejtor komunale, Rama nuk rrin në një vend. Ka aftësi lëvizse të jashtëzakonshme, nuk rrin në një vend. Nuk është nga ata që Jo, e kam fjalën çfarë do t'i japi më shumë Shqipërisë Rama në këto 4 vjet, sipas jush? Sipas meje, Shqipëria ka nevojë për stabilitet. Edhe stabiliteti është krijuar. Ka nevojë që objektivin që ka për të pranuar në Bashkimin Evropian, më mbar se në këtë periudhë nuk ka qenë ndonjëherë Shqipëria. Dhe imazhi i Shqipërisë sot më mirë s'ka qenë ndonjëherë në historinë e vet. Po. Disa parametra të tjerë nuk thonë kështu. Opozita nuk thotë kështu. Po patjetër, ashtu është në drejtën e vet opozita. Edhe të thotë ashtu, edhe të shpifnë që s'është ashtu, është në drejtën e vet. Nuk thashë që opozita s'do ta bëjë. E ka pasur të lehtë apo të vështirë zoti Rama duke pasur përballë Sali Berishën? Unë mendoj që me herë të lehtë e herë të vështirë. Po me zotin Basha ka pas vetëm të lehtë? Zoti Basha arrit të realizojë shifrat flasin ndryshe. Në zgjedhjet e kaluara. Po. Po thuaj se ju ofruan aty ne jemi mësuar tani, edhe në media kështu të shahet Basha arrit rezultat, shif numrin e votuesve. Ju ka marrë malli për Bashën e socializmit? Jo, sa merr malli fare për Bashën. Basha bëri atë gabim në fillim që nuk u distancua nga ishi, se sot mund të ishte edhe kryeministër. Su distancuar, bëri që tha babait i shpirtëror dhe ideologjik, edhe iku Basha. Tani, kur e ke takuar Edi Ramën për të fundit? Për herë të fundit unë e kam takuar para një viti. Një takim masiv, është shkputur, më ka përqafuar. Kismet, tha? Po. Ti e kismet im, tha? Më ka përqafuar dhe kaq. Kaq. Tani, për këtë që të kujtoj aty, të ka marrë në telefon? Jo. Nuk të ka marrë në telefon? Jo. Po ti u bëre personazh numër 1? Jo, njëshi është njëshi. Jo, u bëre personazh shumë i njohur fal asaj që tha. Unë falenderoj. Po Musaj? Zoti Ulqi? Musaj, po. Të mori? Po. Dhe çfarë tha?
kështu kryeministri? Po, me Musaj maj marrëdhënie edhe sot kësaj dite shumë të mira. Pa, si jeni ju socialistët, më, kështu jeni, a? Të lidhur, a? Të lidhur patjetër. Po kjo lidhje na ka marrë gjallë ne. Tani, që ti do votosh Partinë Socialiste në 11 maj, kjo nuk ka vend për të diskutuar, po ata emrat aty, këtë do votosh? Sa kam vendosur. Kjo të jemi sinqert. Po pse nuk do votosh Edi Rama? Se në listën e mbyllur është Edi Rama? Edi Rama nuk votohet. Është ato boshë. Kështu që unë akoma s'e kam vendosur, po rëndësi ka që të fitoj Partia Socialiste. Do nuk e ke këtë fare në preferencë veçantë. Jo. Sepse aty ka emra shumë të njohur. Ka shumë të njohur, shumë që i njoh. Deputet, ministra. Njerëz të nderuar, do ashtu, po s'e kam vendosur. Ka dhe të rinj, madje. Po. Bile ka mundësi të votoj për në jetë të ri, unë se... Qëpëse regjia ka të mundur qarkun e Tiranës, se kemi atë qarqafin e math, atë fletën e votimit. Se si do votohet ma qarqaf math dhe ti... Gjeja ti, ajo do para përgatitje. Qëpëse që mundur regjia mund të vendosi atë qarkun e Tiranës, kandidatë për qarkun e Tiranës, sepse është shumë e bukur. Ti në fakt vetëm Partinë Socialiste do aty, s'do ato partitë e tjera. Vetëm atë do. Vetëm atë? Vetëm atë. Si është atmosfera aty te lagja jote? Si? Shumë mirë. Shumë mirë. Për PS-n, ë? Shumë mirë. Pa, si jeni të organizuar. Tani, ti ke qenë që në 95-ën. Ke kaluar një moment vështirë në atë kohë? Jo. Në moment e vështirë ka qenë kur votuar për referendumin. 95. 94. 94, në momenti më i vështirë. Po ju si ishit kryetar atëherë? Unë si ishte kryetar atëherë. Po ishe kryetar komisionit të votimit. E ishit kryetar, po pse ishe i vështirë? Ishe shumë i vështirë, fikishin dritat, fshiheshin fletë të votimit, poshtë karrikeve. Po? Dhe në numërim, se numëroshin atëherë numëroshin në qendrën e votimit. Në numërim, përhiq gjë konflikte me njëri tjetrin, gjë që kaloi... Sa 96 nuk putin mes pas. 96 s'pati votim. Ishit ju në komision? Jo, kishte djalin. Djalin? Kishte djalin në komision, dhe duke bëj një gjiro tek Kinema Partizani, ndel një thotë, jemi tërheqë nga votimi PS-ja. Unë shkoj për të interesuar, djali kishte dalë nga ato, edhe më thotë djali që erdhi një i shikut, dhe me vori pistoletën këtu në... Që thua? Në ashtu. Dhe tha unë ika. Nuk jem votime. Vetëm 96 është historia më e zezë e votimeve. Pa thonë për episodet tjera në përreth e që më thoshim... Po 97-a? 97-a për zgjidhjet po flet? Po, jo situata në 97-a. Situata në 97-a është që ka trahuar. Mos u përsërit si më, dhe nuk kam për të përsëritur më. Kam bindje që nuk do përsëritet më ato situata. Tani, ka ardhur keq që kryetari i Bashkisë Tiranës është në Qeli u arrestuar? Më ka ardhur keq. Duke vlerësuar me punën që janë bën në Tiranë këto vite nën drejtimi për punën më vjen keq. Kurse për individin, nëse ka gjunahe, le të japë dhe të përgjigjet para drejtësisë. Kurse për punën e vlerësojmë në maksimum. Ka vazhduar atë punën për të bërë Tiranën një qytet modern, të banueshëm. Tani, ju keni jetuar edhe komunizmin, edhe këtë pjesën tani, po pse po ngjajnë këto zhvillimet, këto prerje kokash tani në Partinë Socialiste, si ato të kohës Enver Hoxhës, Beqir Balluku, Mehmet Shehu, Kadri Azbiu, edhe tani Arben Ahmetaj. Ka jenë dëshimas, sepse unë atëherë kokat e priste udhëheqja e partisë. Dhe pastaj vjen lëvizje drejtësia. Po tani? Tani pret drejtësia dhe ja dorëzon kokat prera politikës. Ka një dyshim shumë të madh. Atëherë po të vendosë partia, s'pyesë një për drejtësinë. Nëse do të atakoj tani Edi Ramën, çfarë do t'i thoshe? Vetëm suksese. Vetëm suksese. Asgjë tjetër. Nga kampi kundërshtar për ta mbyllur nga Partia Demokratike, të sikletos fakti që edhe sondazhet tregojnë që ka rënë mbështetja ndaj Partisë Socialiste dhe ka një lloj ngritje të Partisë Demokratike? Përkundrazi.
Çdo ditë ka rënje ke Partia Demokratike. Jo, unë po them për sondazhet, tani jo çfarë mendoni ju? Edhe sondazhet, ato që lexoj unë. Ato që lexoj unë tregojnë të kundërtën. Do ju thoni që nuk fiton Partia Demokratike. Jo. Nuk fiton. Jo. Ja këtu vëm dhe bas. Po shumë bot ju socialistët 4 mandate. Ja kjo është lista. Tani Partia Socialiste është 5, thotë Edi Rama. Këtë votosh aty. Ja ku janë ato kuti të bësh. Dhe isha e bukur ti. Roj Basha, Erion Braçe, Endrit Brahimllari, Kryotida Bushka, Silda Çepele, Ardian Çepeli, Antonella Dede, Anila Denaj, Edlira Dyrmisha, Julinda Adhame. Për shembull ky Erion Braçe ka mbetur i ri gjithmonë. Do ta votosh? Ka mbetur i ri gjithmonë. Do ta votosh? Do ta votoj. Do ta votosh. Një vot ke. Po Ato do votosh Erion Braçe. Po. Erion Braçe një vot u deklarua këtu në emisionin Dekalog nga Kismet Meta, adhuruesi i Edi Ramës. Ai që antarësoi Edi Ramën e ke votën të bërë publike nga Kismet Meta. Do votosh Erion Braçe, ja vlen. Ja vlen. Socialisti i mirë. Socialisti i mirë dhe deputet që meriton ta quajë deputet. Dhe kundërshtarët kanë respekt për atë, pavarësisht se sulmojnë e bëjnë, po kanë respekt për atë. Djalë punëtor, djalë i ndershëm. Djalë i ndershëm. Djalë i ndershëm, djalë punëtor, tani të vjen keq që socialistët tani ata në thelb, do të thënë ka shumë pak Erion Braçe që fundi Pandeli Majko. Unë e krahasoj me organizatën time socialiste që nga 14 u bë 37 me 3. Po su rinovuan, kjo e krejnë kënetën, atë që thatë ju, kënetën. Këtu, ë? Këtu duhet prish këneta. Po kjo lista e këtyre tjere e PD-s e para njërë? Po. Ka në një kështu që preferon? Zonjën Tabaku, për shembull... E preferon, ë? E preferoj, po e kanë lënë, me sa duket e kanë... Jo të listë hapur? Ja, listë hapur... E preferon, zonjën Tabaku? Zonjën Tabaku, grue zonja. Po ti ishe socialiste? Ti ishe socialiste do ta zgjedhim në kryetarët e partisë. Sa e bukur kjo. O sa e bukur. Po mirë, do zgjidhet deputete si e ke? Besoj që jo. Besoj që jo? Çfarë thua? Po. Po ti ishe në PS do zgjidhej? Në kryetar e partisë? Po ti do zgjidhej. Po ja, pse më ngasmove te kjo. Pse s'keni në kryetar ju të Partisë Socialiste? Keni vetëm Edi Ramën e pastaj ca vende boshe, pastaj vazhdojnë ata të tjerë. Janë të gjitha struktura atje. Atje janë struktura. Si jeni? E ka thënë Pjetër Abnori, ju si jeni socialistë, ju jeni specialistë. Jeni specialistë? Jemi. Jeni, ë? Jemi specialistë, sepse pa specialist nuk bëhet vendi. Specialistët shumë fusha, jo vetëm në një fushë. E kam shijuar shumë këtë bisedë, të falenderoj shumë Zoti Kismet Meta.